Sa shpesh duhet t'i ndërroni pijamat, flasin ekspertët. Nëse mbani të njëjtat pijama për një kohë të gjatë, mund të shkaktoni një sër problemesh dermatologjike. Kjo është një arsye pse ekspertët këshillojnë të ndërroni ato shpesh. Statistikat tregojnë se mesatarisht gratë i lajnë pijamat pas 17 ditësh, ndërsa burrat pas 13 përdorimesh. Nga 2500 femra që morën pjesë në ullumtim, pothuajse gjysma e tyre thanë se arsyeja kryesore që nuk i ndërrojnë pijamat e tyre është fakti se harrojnë se sa natë i kanë veshur. Nga ana tjetër, shumica e meshkujve deklarojnë se nuk i lajnë ato çdo javë sepse veshin çfarëdo lloji që t'i vinë nga puna. Duke marrë parasysh që gjatë natës djersisjem dhe kështu largojmë qelizat e vdekura të lëkurës, pijamat bëhen gjatë edhe fjetjes një habitat ideal në riprodhimin e bakterieve dhe grumbullimeve të ndryshme. Përgjigjja se sa shpesh duhet t'i lani varet nga një sër faktorësh dhe niveli i higjienës suaj personale. Nëse djersiteni shpesh, pothuajse një herë në 3 ditë, por nëse keni një trup që nuk djersitet shumë dhe nuk keni një punë e cila ju bën të keni edhe papastërti, një herë në 5-6 ditë është më së normale.